Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Qa bët? Bare qik me mirë si sa që duhet në njerë. Mirë fare, Mustafa, që kemi? Qa bën ti? Iq më mirë. Si e? Ja, Si të shkojnë punët? Vërdall. Mirë, në përgjithësi mirë. Qa në thua në një gjë të re? Po gjëra të reja, po para shumë me të njëjtin profesion që jam marrë, programim, ndoj projekte këtu kështu on the side, edhe kam 1-2 projekte me të cilët po punoj, domethënë, një për një kompani rekrutimi, Po? ku jam edhe pjesë Agility Group, edhe një projekt tjetër që pres ta lançoj së shpejti besoj. Mirë, po bëj çik reklamën në Agility Group. Atje bëj reklam. Po bëj reklamën ama. Po ke Agility Group, është kompani rekrutimi, un jam co-founder. CEO është motra ime, që edhe ti e ke pas në podcast, ku keni folur për punësimin. Edhe normalisht aty merremi përveç rekrutimeve brenda Shqipërisë, merremi edhe me jashtë, me importin, le të themi, të fuqisë huaj e tjerë. Si po shkon tani? Shumë mirë. Ka kërkesa, sidomos tash i ka sezoni. Ka kërkesa, çfarë kërkohet më shumë zakonisht? Po hoteleri, turizëm, të paktën, domethënë te kompania jonë, plus është edhe pjesa e fabrikave, fasonerive e tjerë. Edhe fasoneri kërkojnë, ë? Po. Po, është më e vështirë të nxjerrësh shqiptar jashtë apo më e vështirë të sjellësh të huaj në Shqipëri? Me thënë drejtën është më vështirë me nxjerrë shqiptar jashtë se të sjellësh të huaj. Pse? Po ka disa arsye, për shembull, sepse shqiptari ai që do të ikë normalisht do të ikë ke vendet europiane, që edhe pjesën e dokumentacionit e kanë një çik më të komplikuar, e kupton? Edhe nuk është aq e thjeshtë që jo dali viza, kontrata e punës e tjerë. Plus edhe si popull jemi pak, le të themi kështu, jo të qëndrueshëm, që nëse ta japim fjalën që okay, bëhet tash, mas një javë mund të kemi ndryshuar menje. Edhe zakonisht kjo periudha mas një jave mund të jetë edhe të nesërme, e kupton, ndryshimi mendjes. Edhe për procedurat që zgjasin për shembull 2 muaj, 3 muaj, personi ka harru që ka aplikuar, thotë, po un ose thotë, jo, ndrova mendje. Si ajo memja me kredin me 6. O zoti i madh. Kurse te pjesa e tuajve, domethënë edhe Shqipëria ka këtë mirë që i ka bërë këto vizat online e tjerë. Edhe është procesi çik më kështu më i shpejt. I vëzhgoni ose i përcillni të gjitha vetë këto apo keni edhe stafin avokat ose jurista që merren me këto? Po, kemi staf. Domethënë ç'a merrem, unë për shembull merrem me pjesën e teknologjisë, pak marketing, motra merret me pjesën e menaxhimit, domethënë, kurse pjesa e dokumentacionit e kështu është staf. Kemi një staf rreth 10 veta tani. Jo, goxha staf, 10 veta? Inshallah. Po. Mbar. Ore. Po pse duhet të vinë njerëzit te Agility Group për gjetur një punë ose një punë më të mirë se sa ajo që kanë, për ata që e kanë një, edhe jo te këto platforma tani ku dëgjon Monster, Stepstone ose kjo që ka nga Amerika tash ZipRecruiter për shembull. Po zakonisht ne gjëja që kemi ne është se kemi kontakt drejt për drejt me kompanitë, sidomos tonë në Shqipëri, edhe normalisht kur të referon një kompani rekrutimi që ke bërë atë pre-screening fillestar, edhe është më e besueshme, le të themi. Plus kjo pjesa e referimit duke ne ecën më shumë se sa, le të themi, i jashtë, mendoj. Edhe konkurenca normalisht brenda është më e vogël se sa nëse ti shkon edhe aplikon në event ose në event pune si për remote, ashtu edhe për
ku aplikojnë për shembull 100, 200, 300 indian të tjerë edhe i edhe ti CV-ja jote. Është tipike. Tani, për të futur pak në mesin ton, ka mbërritur inteligjenca artificiale në brandin e recruiting apo akoma? Kam rritur inteligjenca artificiale dhe qofse jo vetëm në recruiting edhe po në çdo fushë, qofse nuk je duke përdorur, je duke mbetur mbrapa në epokën e gurit, le të themi. Kupton se diferenca është shumë e madhe, sidomos në eficiencë që personi që e përdor me personin që nuk e përdor. Nëse për shembull edhe gjën më të vogël, një autorizim që për shembull mund të marri çerek ore me inteligjencë artificiale mund të bëhet për 5 minuta, mjafton ose 2-3 minuta, mjafton të shkruash një prompt e tjerë. Domethënë që nga këto gjërat që janë më të thjeshta deri tek gjërat që janë më të komplikuar, pastaj ke pjesa e kodimit që jam dhe vetë që një aplikacion për shembull që të bësh një skem databaze, le të themi. Po. Qofse ti më përpara do merrje një laps, një letër, edhe do e logjikoje vetë, si thua, edhe do i shkruaje si fillimisht, për shembull, është kjo tabelë. Aty mjafton që të shkruash një prompt tani tek ChatGPT-ja, të përdorur kryesisht, edhe si thosh, bazën ta jep ajo. Normalisht ti mund të bësh ato tweakset të ndryshimet e tua në bazë të se sa custom e do ti, po që mund të shkurtoj një proces për shembull që do 8 orë punë, mund ta shkurtoj në 2 orë punë, 2 orë e gjysmë. Ka atë potencial. Po e ka goxha atë potencial. Çmenuri. Shiko, un kam një bif. Kam një biftek me inteligjencën artificiale valla. Se sa është dalin ose me teknologjinë e përgjithësisë, sa është dalin gjëra të reja për shembull. Je skeptik? Jo, s'kam skeptik fare, unë shikoj shumë pozitive, domethënë, pres të rregullohet pak, domethënë, të rregullohet vetëm në korricat e trasha që mos të ndodhin ato aferat që aludojnë se nuk janë të vërtetuara me ato large language models që janë kështu si tip virtual partner, domethënë që abusojnë me fëmijët, pastaj që thjesht ajo është një language model që nuk e di mirë se çfarë po mendon fëmia, domethënë, po thjesht implikon disa lloj mendime ose fëmia kupton disa gjëra të tjera edhe kishte vrarë veten njëri by the way, prandaj. Po mua prap këto rastet e izoluara nuk edhe kjo është vërtet rast i izoluar, pavarësisht se problematika me rregullimin në korniza do kthehemi çik më vonë te kjo. Po problemi i parë që kam unë, domethënë, bifteku me këtë është se si nuk del valla një inteligjencë artificiale të prashësi qepët valla. Pse janë gjithmonë punët e mira që u bëgan me inteligjencë artificiale? Kryesisht jurista kanë vënë, juristat për shembull përdorin inteligjencë artificiale tonë në Gjermani janë të çmendur valla. Paguajnë me qindra euro në muaj, domethënë, edhe shkurtojnë jashtëzakonisht punë. Developer, coder si puna jote, apo një inxhinier për një X tjetër, apo një researcher për diçka tjetër, domethënë. Të gjitha ato punët që tani të themi të drejtën, okay, kemi studiuar deri diku, kemi vrarë zotë e kokës, po nuk është se po na bie bretku, apo kështu fizikisht, domethënë. Edhe është pak kështu e shpërndar në mënyrë jo proporcionale domethënë i gjithë eventi i ChatGPT dhe inteligjencës artificiale. Nuk e duket? Po realisht domethënë duke qenë se punë atë akseson nëpërmjet një kompjuteri, le të themi, ose nëpërmjet një mjeti teknologjik, një celular, një tableti, normalisht punët që do jenë më të prekura në fillim ose që do hyjnë më në punë në fillim janë ato punë që bëhen nëpërmjet një celulari, laptopi, tableti etj. Prandaj është, le të themi, përdorimi nga jurist, kam përdorur edhe doktor ChatGPT, përdorimin marketing, përdorimin në Instagram edhe doktor. Po. Megjithëse ta fusin çik frikën ata kur shikon doktorin ChatGPT në fakt, po. Po, një ditë një kolege ime, siç kishte një si tip shqetësime, tha prit pyes ChatGPT-n fillimisht, nëse unë duhet të shkoj tek doktori apo jo.
Edhe pyeti kam këto simptoma, kështu është thamë sugjeron që të shkoj ke doktori, sepse kam një si tip tik nervor në sy, edhe ChatGPT-ja që i thonte me këto simptoma që ke, nëse të shkon më shumë se një javë, atëherë sugjeroj që të shkosh tek doktori. Domethënë është bërë edhe si tip asistenti personal që ti ka gjithë këto informacione dhe ti çdo lloj gjëje që nuk di, ti pyet atë. Po për sa i përket pastaj ndërhyrjes së AI-t në fusha tjera që janë si thua në më larg teknologjisë siç është bujqësia apo për shembull blegtoria apo mund të jetë për shembull minierët e tjerë, mendoj se në të ardhmen mund të ketë adaptim normalisht një sistem AI për shembull bashkë me një dron që mund bëj vaditjen ose mund të shikoj gjendjen e një bime, ta shikojnë nëse kjo bim Është e mundur domethënë. Po, normal, se domethënë mund të ketë aplikacione që në këto momente me anë të një foto ato të tregojnë ty për shembull nëse kjo bim është okay apo nuk është okay, ose mund të ketë një lloj smundje apo një lloj smundje tjetër. Po thjesht për shembull në të ardhmen mund të presim që kemi si tip roboti për shembull që ose tip makinerie që ta ketë të integruar këtë AI-n edhe pastaj ajo në bazë të rezultateve që merr edhe le të themi të kryej veprimet për atë fushë. E kuptoj. Shiko. Ideja ose më saktë dëshira ime për të biseduar pak së bashku, domethënë lindi nga e gjitha ja. Ne kemi u bë ca kohë që herën e fundit që ti ke qenë në podcast kemi folur atëherë dhe miku im kur kemi folur ne, domethënë ChatGPT ishte diçka kështu në prapasken, diçka që po vinte, që s'kishte ardhur akoma, po që ishte aty, ishte do trokiste, edhe një çik edhe do vinte. Domethënë nuk edhe tani ne po flasim që një gjë e shkurton nga 8 orë në 2 orë, ose edhe më pak, domethënë për ata që din të shkruajnë promptet ashtu siç duhen. Mos po ecim si shpejt Allah. Shpejt jemi duke ecur, biles jemi duke ecur më shpejt se ç'mund të përballojmë ne në adaptim mendoj, ne si njerëz. Domethënë nëse ti do që të përthithësh çdo të re që ose çdo tool që ka dalë në AI, duhet që të rish për shembull çdo ditë lexosh për AI, sidomos për profesionin tënd. Për shembull ti që je inxhinier të rish të lexosh për shembull çfarë AI e re ka dalë, çfarë zhvillimi ka dalë për shembull për inxhinierin. Po jo më vonë se sot po shija një video që me AI ti mund krijosh modele të ndryshme, le të themi, për të reklamuar produkte të ndryshme, kozmetike, me një modele femër, bjonde, brune, e veshur, me dekolte, pak dekolte, domethënë siç e do ti edhe ta reklamosh atë sikur ajo të jetë një influencer. Mos flasim pastaj për ato akaunte në Instagram e tjerë që janë influencer AI edhe po bëjnë miliona, domethënë thjesht duke u sjell Instagram edhe OnlyFans kam dëgjuar unë. Po, okay, çuna jam duke pirë kafen e mëngjesit, le të themi, ose gjë të tillë, kupton? Normalisht ato janë më detajuar, po që ideja është që po përdoren në shumë drejtime, plus tani kanë hyrë edhe këto AI agents, të cilat janë mjete ose tip le të themi toolsash që ti mund t'i automatizosh për të bërë taske të ndryshme. Domethënë, edhe ai mund marrë ty për shembull përsipër komplet customer supportin e një kompanie. Domethënë, ai ka një problem, edhe në bazë të gjithë ato dhënave që i ke dhënë ti, ai përgjigjet përshëndetje zotëri, un jam ky, çfarë problemi keni, edhe ti si klient e asaj kompanisë mund të thuash për shembull, shiko se un kam marr një laptop edhe më ndizë më fiket. Edhe ai në bazë të gjithë informacionet thot për shembull provo këtë, provo atë, ndizë këtu, bëj aty. Ose kam parë raste ku AI përdoret për të marrë thirrje edhe të rezervon takime. Ty për shembull si një person, për shembull, je një berber,
përdor këtë AI që të automatizosh takimet, ajo e din kalendarin tënd, edhe i përgjigjet me i zë normalisht duket pak robotik, nuk është se është shumë perfekt fare që mund të jetë, por që mund të përzgjedhet një femër, një mashkull, e kupton? Edhe ti thjesht për shembull ke emrin në orën 12 ke përcjell këtë person. Kështu që plus tani kanë dalë edhe kompani ose persona të cilët janë adaptuar që shumë shpejt me AI-n edhe ofrojnë shërbime për automatizimin e proceseve të ndryshme nëpërmjet AI-t. Edhe kjo për shembull për marrjen e licave, menaxhimin e tyre, ndonjëherë cold calling, në sensin që ti e telefonon një person që mund të jetë një klient i mundshëm, edhe AI bën ato 2 pyetjet fillestare, domethënë kalon atë pjesën fillestare dhe nëse e shef që ai është i interesuar, lën një takim të mëvonshëm në mënyrë që ti t'i bësh atë pitchin tënd edhe ti shesësh produktin ose jo. Domethënë që do ketë edhe ka patur ndikim në jetën tonë përditshme, është gjatë këtu. Nuk mund ta mohojmë, po për të rikthyer prapë tek shpejtësia tani. Edhe ti e the, edhe unë jam i njëjtit mendim, domethënë që minimumi subjektivisht për mua si Bleon është goxha shpejt që po ndodh tani, domethënë se nuk kemi as të fushës, nuk kemi as të përfshirë direkt. Ne jemi domethënë fiks konsumator të kësaj ose klientët, përdoruesi thjesht, domethënë që as nuk mbajmë thonë Pascal edhe C++ kanë bërë edhe s'mbajmë mend asnjë nga ato. Kështu që mos a dëmton kjo pak, mos do eci frika më e madhe që kanë gjithë pasaj dhe ata që kanë qef gjitha teoritë konspirative, pasaj që do eci AI shumë përpara sa mund të fitoj diçka më shumë se sa duhet dhe ne nuk e kemi aftësinë ose mundësinë të reagojmë në kohën e dur. Tash për sa ka zhvillim deri tani, AI supozohet që nuk mund të jetoj apo të bëj veprime në mënyrë që të dalë jashtë kornizave nga ajo që është programuar. Domethënë të dalë kundër, të marrë ndër veprime vetë etj. Vetëm në raste kur ajo është programuar që pavarësisht çfarë do lloj gjëje ti duhet të arrish misionin tënd. Edhe janë bërë edhe një 2-3 teste ku në ambiente të izoluar, domethënë që jo AI që përdoret gjerësisht, por një model domethënë që është përdorur për testuar, domethënë sa deri ku mund të arrijë AI. Edhe nga ky testi çfarë doli në konkluzion që nëse ti i thua AI që shiko, unë dua të arrij nga pika A në pikën B. Nuk ka rëndësi mënyra se si arrije dhe nuk ka rëndësi nëse gjërat që ti duhet bësh për të arritur aty janë etike apo jo. Okay. Në sensin që ti duhet me çdo kusht të shkosh nga pika A në pikën B. Po. Edhe në momentin e testimit, AI domethënë filloi të gënjente, të mashtronte atë userin, që i shkruante promptet etj. Biles u përpoq edhe që kopionte kodin e vet, sepse ai useri i tha që unë të të fshij ty në mënyrë që ti mos bësh më atë gjë. Edhe ajo filloi që të kopionte kodin e vet në mënyrë që ta gjeneronte vetveten, në mënyrë që të bënte atë misionin e vet, domethënë që të shkonte deri ke pika B. Unë njoh si rast, por nuk e dija fillimin, domethënë që pjesën e eksperimentit dhe pse ishte bërë, okay? Po. Edhe, domethënë nga kjo anë, nëse e shohim ashtu është e frikshme. A do ketë përdorime me qëllime dashakeqe, si çdo teknologji besoj që do ketë, edhe normalisht. Nëse dikush nuk e ka bërë akoma, është dikush që është duke munduar që ta përdorë në mënyrë dashakeqe AI. Sepse domethënë nga historia e njerëzimit e kemi parë çfarëdo që është krijuar është përdorur në atë mënyrë. Jemi kështu ne. Po
Shiko, unë prandaj jo më kot ChatGPT si drejtohem me mirëmëngjes, të lutem dhe faleminderit të gjithë kohës për çdo Ashtu, task. Mos si di vëlla. Nuk kushton ti që të jesh njëri i mirë, edhe ti qoftë edhe AI. ti drejtohesh, po ai CEO kishte thënë që prej këtyre faleminderit, po mbasi milionat nga që i kushtojnë AI. Oh, seriozisht, pse Do duhet të të thënë reagoj ai, mirë, domethënë. do të thënë mirë sjellja që ti bën, do të thënë i kushton më tepër atij. Nëse nuk thu faleminderit, i kushton ca miliona. Seriozisht, po si ka mundsi? Po. Po besoj nga që ajo do procesoj ato që ti thua dhe do kthej përgjigje edhe. Thjesht fakti që do e procesoj, e kupton, do vjen punë gjithë ato mekanizmet. E po shikoj, e tani ata kur kanë bërë kaq shumë lekë analiz kaq përpara do të gjejnë një lloj mënyre ta bëjnë edhe më të lirë të qenë njëri i mirë. S'duhet i tashë shtrejnë, domethënë. Të paktën miliona, jo biliona. Shiko, mendon se në të gjitha profesionet, domethënë që përfshihen, le të themi kështu post akademike, profesionet post akademike, ka një përdorim të drejtë për drejtë të inteligjencës artificiale si mundsi? Mendoj se po. Do me thënë, çdo profesion ka vend që mund ta përdori ChatGPT-n si teorikisht, si praktikisht. Plus është bërë edhe si tip browser i ri. Do me thënë, ti nuk shkon më në Google të kërkuar diçka, po shkon në ChatGPT ose në modele tjera, se ne po përmendim ChatGPT-n, po janë edhe modele tjera të cilat ti mund t'i përdorësh edhe në varësi të karakteristikave të tyre. Për shembull, ka modele që janë më të mirë për dizajn, ka modele që janë më të mirë për kodim, ka modele që janë kryesisht për shembull për arkitekturë etj. Kështu që mendoj se po, që çdo person që le të themi ka një punë ku do duhet përdorë teknologjinë ose edhe thjesht për mendim, se tani njerëzit po përdorin ChatGPT-n edhe për të kërkuar mendime. Shiko se jam në këtë udhkryq, çam sugjeron duke pasur parasysh këto 3-4 parametra. Kupton, edhe ChatGPT-ja si një le të themi mentor ose life coach, të thotë ti mund bësh këtë ose këtë, më optimalja është kjo. Sepse ajo përdor edhe logjikën e pasur, nuk përdor për shembull shiko se ti nëse ti ndihesh i lumtur ose këtë prandaj. Po. ChatGPT-ja është si një gjysh që i ka parë të gjitha dhe i fokuson në logjika. E vërtet. Një nga problemet më të mëdha ato, më thënë që shoh unë edhe seriozisht, më thënë edhe por që më hamën edhe është diçka tjetër. Tani, për një person ose marrim atë shembullin që morëm çfarë, marrim shembullin e juristëve apo avokatëve. Përdorin ChatGPT etj. Problemi është të dhënat, regjistrimi i të dhënave. Shiko, ne dim tash të pak ose unë jam i bindur ti mund të më provosh të kundërtën, po përderi kur diçka ngarkohet një në internet, është aty përgjithmonë derisa kjo botë të shkatërrohet, domethënë disi. A mund të ndodhi për shembull që informacione që një person mund të ketë ngarkuar inteligjencës artificiale për të marrë një shërbim kundrejt, domethënë nesër pas të dalin jashtë sistemit, të shiten siç shiten të dhënat nga Meta për shembull? Po normalisht po mund bëhet. Domethënë mund të ketë raste që mund bëhet, sepse ChatGPT-ja fillimisht ishte falas. Ka dhe shumë platforma domethënë që ti mund të përdorësh e janë përdor falas. Mirë, por duhet të kesh një account aty. Edhe te ai accounti ti flet për shembull. I flet un jam ky edhe kam këtë problem. Edhe ajo i ruan aty në databazën e vet. Po kush mund ta japi ty sigurinë, domethënë që kjo kompania nesër pas nesër del ngeleze pa lek, edhe dikush i kërkon të dhëna ose i kërkon shtetin në mënyrë që të gjej karakteristikat e tua etj. FBI-ja le të themi ose CIA, se ato kryesisht le të themi atë që është dhënat e amerikanëve janë shumë më të vlefshme se sa dhënat tona që jemi këto Ballkani. Edhe normalisht nuk i ndal asnjë gjë që leqë ato i kanë gjitha, nuk i ndal asnjë gjë që këto dhëna ti blen nga kjo kompani. Madje kur më bëre pyetje më kujtua që te ky eksperimenti
AI kishte përdorur edhe disa informacione sekrete për të shantazhuar këtë personin që i bënte ato promptet, i thonë se ai kishte vendosur sikur kishte një marrëdhënie me një grua tjetër etj dhe AI e kishte shantazhuar, i thonë që unë do t'i them gruas tënde që ti ke një marrëdhënie edhe e tradhton, po ti nuk duhet, prandaj nuk duhet të më mbyllësh mua, nuk duhet më fikësh etj. Domethënë, për momentin ne jemi në këtë fazë ku ne interveprojmë me AI nëpërmjet një domeni, por që në të ardhmen do jemi në fazën ku ti do e kesh built-in, domethënë do e kesh në telefonin tënd. Në Apple në telefonat e ri, domethënë ai e ka lançuar që do jetë built-in AI, domethënë e ke brenda në telefon dhe nuk është si thosh opsionale e ke se ke. E cili AI do jetë built-in? Nuk e di me kë ka marrveshjen, po më duket me këtë, me këtë që ka prodhuar ChatGPT-n. OpenAI, Po. Unë kam parë OpenAI në fillim fare kur ishte thjesht kodim, domethënë, edhe kam parë kur e kam prezantuar për herë të parë tek kampionati internacionali Dota 2-shit, gaming. Domethënë edhe ka qenë skuadra OpenAI, kanë humbur lojën e parë AI dhe çdo lojë tjetër i kanë masakruar njerëzit të gjithë kohës. Ashtu, ishte AI duke luajtur si lojtar. Ishte AI, bota, domethënë që shtemin e gjithmonë ka gjitha lojrat kanë pasur bots, domethënë, po këto nuk ishin bots normale të vënë nga loja, domethënë që ishin të paraprogramuar që gjithkohë, si diçka që mësonte në kohë reale. Dhe ata e provuan me këtë skuadrë pa i dhënë informacion të më parë se cilët janë lojtarët dhe si ata sillen, vetëm me lojën e parë, domethënë ata OpenAI team ka mbledhur informacion mjaftueshëm për t'i masakruar gjitha lojët e tjera janë brapa. Domethënë vetëm me një lojë. Imagjino tani domethënë që nëse mund të kishe ngarkuar atij AI të gjitha lojrat që ka lozur Bleoni apo Mustafa, për shembull, nuk ke shanse ti. Nëse të ndjek me milisekonda, domethënë je shumë predictable. Problemi është tani me pjesën e të dhënave, siç e the ti më përpara, njerëzit kërkojnë edhe mendim, po njerëzit shprehin edhe mendimet e tyre të errta, Mustafa. Njerëzit shprehin edhe me se kështu jemi ne. Jemi këto lloj qenish, domethënë mendimet e tyre të errta, epsh, dëshira të ndryshme, gjëra për shembull që nuk do i bënin, as nuk do i thonin me zot lart jo në publik. Dhe dim që vetëm gjë më e frikshme se vdekja për njeriu, ai është poshtërimi ose le të themi ulja në publik etj. Tani kush del garant se kjo është për shembull për ne që jemi konsumatorë, ne marrim një gjë se tha pam një video të Saidit që ky është ChatGPT dhe përdore për këtë gjë, edhe vetë direkt se konsumator, po si mund të sigurohet një njeri që çdo lloj gjëje që ti bën për shembull mbetet atje? Tashi, them diçka paraprakisht, domethënë njerëzit e internetit dhe teknologjisë e dinë që çdo e dhënë që domethënë mund ta fusnin në internet e kështu normalisht ngelet aty, kalon edhe në dark web e gjitha me radhë, kështu që edhe për pjesën e AI nuk mendoj se ka një garanci ose të jep ty dikush garanci se kush mund të japi garanci? Mund të japi Komuniteti Evropian ose Bashkimi Evropian që para se të prodhojë AI-n e vet ose të eksperimentojë me AI-n ose të jetë lider në fushën e AI-t, çfarë bën shkon në bën disa ligje për rregullimin e AI-t. Normalisht ti si konsumator thua, ok, kjo do më mbrojë mua etj. Por nga ana tjetër, le të themi që Europa, si thua, ka ngel pak mbrapa nga zhvillimi teknologjik, sepse shumica e AI-t janë bazuar në Amerikë, edhe ato le të themi kanë bazën ose data centrat atje. AI tjetër e zhvilloi Kina për një periudhë shumë të shkurtër dhe e zhvilloi domethënë shumë të mirë, edhe ajo përdoret goxha, edhe Kina merr informacionet e veta domethënë nga përdoruesit, jo në Europë, jo në Amerikë e tjerë, por ka dhënat e veta në Kinë, kurse ne si Europë kemi
besoj kam lexuar që ka bërë një tip paket ligjesh për rregullimin e AI, si duhet përdorur etj. Por që të t'japi ty një garanci si user që këto dhëna që ti po vendos aty do jenë të sigurta ose nuk do të përdoren kundra teja, atë ta jep nuk ta jep askush atë garanci për më tepër, është e këshillueshme që kur ti përdor AI mos të vendosësh shumë dhëna personale, sidomos për shembull nëse ke ID, nëse ke karta krediti etj. Se mund të vendosësh për shembull që rasti më bazik për shembull, unë me këto dhëna dua një autorizim për këtë ose një autorizim për atë, ose unë jam ky person, kam lindur këtu, më gjej kush më përshtatet mua si çift për shembull, e ke parasysh kush shenjë horoskopi më përshtatet. Këto janë dhëna bazike, por njerëzit normalisht gjatë komunikimit përditshëm, sepse realisht domethënë ka komunikim përditshëm. Unë gjatë punës kam komunikim përditshëm me inteligjencën artificiale, por është në kuadrin e punës, por siç e the edhe ti që ndodhi ajo gjëja me atë djalin që ai komunikonte, por nuk komunikonte për punë siç e përdor unë, po komunikonte pasi për shembull jo vetmia, jo mund të jetë edhe paftësia për të qenë social me njerëzit, edhe ti komunikon në dhënat e tua, flet, e konsideron si një shok, se edhe ti mund ta bësh custom, për shembull unë kam vendosur një emër, dikush tjetër ka vendosur një emër, dikush i thotë që ti duhet më flasësh mua me këtë lloj dialekti ose të më flasësh mua me këtë lloj mënyrë, me këtë lloj gjuhë etj. Domethënë ti bën diçka që e ke gjithmonë me vete, edhe normalisht ndonjëherë edhe ngatrohen gjërat edhe përdor përveç gjërave të punës, tem profesionale, e përdor edhe për gjëra personale dhe mund t'i japësh informacione më shumë se ç'duhet, gjë që rekomandohet që mos ta bësh. Do të qëndrojmë lart domethënë çdo. Domethënë edhe për gjërat që përdorim në punë, domethënë mundësisht i lëm të gjitha emrat e përveçëm ose këto të dhënat e personale të individëve ose ti lëm gjithmonë jashtë domethënë. Po, do t'i lëm jashtë, po për shembull unë përdor disa çelësa të veçanta, domethënë që janë për autentikim, dhe ato nuk duhen vendosur, sepse zakonisht për shembull mund të marrim komplet falin edhe i thua ma modifiko këtë që duket mirë, ose ma modifiko këtë që gjej ku e kam gabimin. Edhe normalisht aty ka dhëna sensitive, edhe që ai për t'i përpunuar i bën upload në serverin e vet. E bën atë arsyetimin e vet që nga këto dhëna kush është për të ndryshuar etj, por që mbeten aty. Edhe ai atë kodin tënd, domethënë nëse e pyet një tjetër, mund ta përdori edhe që e ka mësuar aty edhe ja tregon një tjetri, shiko se mund bësh një zgjidhje të tillë etj, sepse ajo është normalisht gjatë gjithë kohës, ndërkohë që pyesim ne edhe ushqejmë informacione. Domethënë është në evolucion, le të themi. Po, e gjithë kjo ngarkimi është e mundur sot e kësaj dite, domethënë mos të jesh online. Se duket, shikoj, në qoftë se vazhdojmë akoma me shembull, se është shembull i mirë ai në fakt, shembullin e avokatëve. Në qoftë se për të vjen një kontratë me X faqe, 50, 100 faqe, ajo duhet edhe përkthyer, edhe duhet kontrolluar, edhe duhet të shtjelluar për t'ia dhënë klientit tënd. Tani në qoftë se blonit i duhet të torë, Mustafës i duhet tash 2 orë, pse do të paguaj njëri mua? Për çfarë arsye do të më paguaj mua njëri, domethënë kur ti je shumë herë më eficient. Krijon kjo një farë lloj disbalance, domethënë që jo domosdoshmërisht është e merituar, por e bler? Po duhet ta shohim në këtë mënyrë, mendoj që si është ajo që ti të vjen një situatë dhe normalisht duhet i përshtatet asaj situate. Gjithë njerëzimi tani ka ardhur kjo situata e madhe që quhet AI. Edhe le të themi që do ndahet në 3 kategori. Njerëzit, ata që e kuptojnë, e dinë çfarë është, edhe se përdorin, ose e përdorin pak. Ata që e kuptojnë edhe dinë çfarë është, e mësojnë shumë mirë dhe e përdorin shumë.
Edhe do jenë edhe ata që se kanë iden fare, domethënë ato që nuk kanë akses as teknologji etj. Tani normalisht këto persona të cilët e përdorin edhe e bën më eficient, këto do jenë një hap para atij personi që nuk e përdor fare. Kjo për shkak se atij avokati që e përdor i ulet koha e veprimit për bërë këto dokumenta, le të themi, ose për të nxjerrë pikat kyçe të çështjes. Qose një personi ai mund të jetë i lodhur, mund të jetë për shembull ora 8 të darkës si vjen ajo fajli etj. Ai mund të jetë i lodhur nga gjithë dita, se ka punuar gjithë ditën, ndërkohë AI nuk është i lodhur se është program kompjuteri në atë sens. Patjetër. Edhe mund të jetë edhe më i saktë në nxjerrjen e pikave, për shembull, ose thelbit kryesor që kjo çështje ka këto 4 pika. A duhet mbikëqyrur nga një person? Normalisht duhet mbikëqyrur edhe të bësh atë researchin tënd, le të themi, ose ta shohësh a është e saktë apo jo, sepse bën edhe gabime, domethënë ka ndodhur që ka bërë gabime, sidomos në fillim, po tani kohët e fundit domethënë është përmirësuar shumë, por që nëse ti në ditët e sotme si profesionist, çfarëdo lloj profesioni që je, nuk do të ngelesh mbrapa, duhet që ta përdorësh. Vetëm nëse je për shembull bari, le të themi. Për momentin nuk është se duhet, kupton? Për Ndoshta momentin, mas i viti, ama për momentin. ndoshta mas i viti duhet se do dalet një robot me AI integruar për të ruajtur delet. Imagjino se spektakël do i vësh të gjitha deleve, i vë një chip edhe i thoj ChatGPT please mblidhi delet. Delet mblidhuni në filan orë në filan vend. I dërgoj edhe me koordinata kështu. 50-60 South. Shiko. Po s'është nevojë se e bën procesimin vetë. Çmenduri. Një problem që është përfolur kohët e fundit me AI ka qenë jeni dini për atë çështjen gjyqësore, po edhe gjyq publik që është Elon Musk kundër ChatGPT, që është nisur si open source edhe free dhe pastaj është bërë. Çfarë mendimi ke për atë çështje ti? Po me thënë drejtë nuk është se i kam dhënë shumë rëndësi si çështje. Normalisht ti mund ta nisësh një gjë për një qëllim të caktuar, gjatë rrugës mund ndryshojnë qëllimet, edhe ajo ka ndodhur edhe me atë pjesën e atij të SEO-s edhe Elon Muskut. Ai Elon Musk me sa diun ka krijuar atë AI-n e vet që përdor aty ke X-i, ke Twitteri. Edhe s'është atje, Groku nuk është nuk e di. Unë për vete nuk e kam përdor. E kam parë që përdoret zakonisht për të shpjeguar këto tweetet ose për të dhënë kontekst e tjerë nga tjerët. Po që unë të kem hyrë ta kem pa, domethënë çaftësisht ka, nuk e kam parë për vete, po që tash bifi Elon Musk ka bif me shumë persona. Ndonjëherë unë mendoj që ai edhe ka kështu si mënyrë jetese që për mi se është një çik kaotik ai. Bile e ka implikuar vet disa herë si gjë që mund të jetë diku në spektrum. Po që tani ti thuash një kompanie, sepse ajo kompanie është tani, ti thuash një kompanie, shiko se ti vazhdo punon falas për të mirën e njerëzimit. Tani është një gjë shumë idealiste, le të themi, dhe jo të gjithë janë aq idealista, kupton? Edhe në fund ditës është si zgjedhje personale, se edhe me pjesën e Metës, kur filloi të bënte këtë censurimin e njerëzve apo censurimin e komenteve etj, normalisht ajo është kompani private, jo pse nuk e lejon ti fjalën e lirë etj që është e drejtë. Bëra edhe krahasimin në lidhje se di gjatë kohës pandemisë që fillon bëshin ato jo censurimet në YouTube, jo censurimet në Meta etj. Edhe normalisht shumica e njerëzve ose një pjesë, jo ato se njerëzit u ndan në dy pjesë, ato që thoshin ok, le të censurohet etj, se ajo gjë është
është e keqe, nuk duhet folur kundër etj etj, dhe këta që flisnin kundër këta u censuruan, kupton? Edhe normalisht e drejta themelore, domethënë që është lidhje me të shprehurin, nuk është se u zbatua shumë nga këto Nuk u zbatua kompani, fare. nga këto kompanitë siç ishte Meta, siç ishte YouTube etj etj. Po në fund farit ai është produkti i atij, edhe unë për shembull si person nëse kam zhvilluar një produkt, unë para shumë i diktoj edhe gjërat që lejoj apo nuk lejoj tek produkti im. Edhe e njëjta gjë mendoj edhe tek pjesa e OpenAI, normalisht janë ato terms and condition që asnjë si lexon. Nuk e di nëse ti ke lexuar apo jo, po unë për vete Unë i kam lexuar, normalisht i kam lexuar. po, unë për vete i mora ja çova ChatGPT. Edhe i thash a do të shqetësohem për këtë terms and conditions? Edhe më thuaj pikat po ose jo. Po që ideja është që ti futesh te ajo platformë edhe nuk është se i lexon edhe si thosh këtë kontratën, sepse ajo është një kontratë që ti bën me platformën për përdorimin e asaj, edhe plus rasti më flagrant është i TikTokut kur doli në fillim që aty thuaj qarta se që mund të ranohen skripte etj, kishte shumë domethënë gjëra që nuk shkonin tek ajo terms and condition që i kishe edhe të shkruar aty edhe njerëzit përsëri e përdornin edhe nuk është se interesonin shumë për dhënat e tyre personale etj. Kështu edhe pjesa e të Semit që ai ka kompaninë e vet edhe përdori e ktheu në fitim prurse, ndryshe nga siç ishte rënë dakord në fillim. Tani arsyet mund ta ludojmë për shkakun që ka qenë arsye se iku ideali që kishte në fillim, se nëse ti fillon diçka për të bërë, le të themi, një ndryshim rrënjësor në jetën e njerëzve, edhe pa fituar asgjë, i bie që ti je një person shumë idealist që do luftosh për të mirën e njerëzve. Mirë po. Mirë, sa kishte investuar atje, nuk është se ishte vetëm ideale, domethënë ishte edhe lek. Po, normal. Edhe po unë thjesht po e supozoj, po marr këtë pjesën që nëse një person i futet gjithë kësaj pune thjesht për një ideal, normalisht që ka gjë që normalisht këto idealet nuk funksionojnë, po kam një pyetje direkt unë pastaj që the, domethënë duke nisur nga censura që ndodhi atëherë, por me të tani. Tani, shikolla, në qoftë se ti ble një korse bari edhe ajo letra thot mos e vë gishtin tek pjesa ku pritet bari sepse do të pritet gishti. Është diçka e qartë, është një përdorues, një produkt mund të dëmtojë veten në maksimum 1-3-4 të tjerë para se të prishet ose të vi policia. Një produkt si YouTube, për shembull, apo një produkt si Google, me gjithë manipulimin që ka ndodhur në zgjedhjet amerikane, po edhe në shumë zgjedhje të tjera në pseudodemokracitë perëndimore dhe jo vetëm. A është kjo e njëjta gjë vëlla, të thuash që topi është imi penalltin e gjuaj vetë të tonga me shokët e tij, domethënë se këto janë gjëra kolosale. Ti literalisht ke në dorë fuqinë jo vetëm të mundësosh formimin, informimin dhe influencimin të një X grupi të përcaktuar, por ti mundson automatikisht në rastin që ne kaluam me Covidin dhe manipulimin aktiv. Po. Ne jetojmë në vitin 2025, sot që regjistrojmë ne dashur njerëz është 3 qershor 2025, vetë Departamenti i Shtetit Amerikan që para ca kohës thoshte jeni të gjithë të çmendur, thotë kësaj ditë thotë që po ka ardhur nga laboratori. Atëherë të dukeshin çajën ta idiota, e kupton? Tani. Ha mund të lejohen domethënë mund të kemi vërtet kapitalizëm, mund të kemi vërtet pronë dhe diçka një vegël që e kemi prodhuar ne ose një produkt që kemi pranuar ne. Edhe kjo vjen nga një djathë, po që është një pyetje që duhet bërë. Tani ne precedent kemi normalisht, sepse e kemi edhe të freskët, sado që harrojmë shpejt, po që e kemi të freskët. Kështu që duke qenë se kemi precedent, mundësia që të ndodhi sërish është akoma. Madje mendoj që mundësia për shembull që njerëzit manipulohen
nga AI ose nga persona të cilët do e përdorin AI për të manipuluar, domethënë është më e madhe tani se sa më përpara, sepse informacionet që ti vetja jep janë më të detajuara, janë më specifike etj. Plus, për sa i përket kësaj teme, është edhe një film dokumentar The Social Network. Më duket se e ka, kam parë, ajo doli pak pas pandemisë, edhe ajo flet fix për mënyrën se si rrjetet sociale dhe jo vetëm të influencojnë ty dhe të manipulojnë ty si nga gjendja emocionale, ashtu edhe të blesh apo mos të blesh, çfarë të blesh etj. Kështu që me ardhjen e AI normalisht edhe me marrjen e dënave shumë specifike, do jetë më e thjeshtë që ti si produkt, sepse je edhe produkt, të manipulohesh më thjesht. Të paktën unë kështu e mendoj. Ti do i lesh mirëbesimin tënd, le të themi semit apo SEO-ve të tjerëve që nuk do i përdorin këto dhëna në atë mënyrë, por që historia dhe precedenti kanë treguar që mund të përdoren ato dhëna dhe janë përdorur. Normalisht. Shiko, thjesht Meraku është i drejt për drejt, domethënë, sepse mund të krijojnë problematika jashtëzakonisht shumë të mëdha. Unë do përmend një tjetër histori tash që fatkeqësisht prapë nuk e mbaj mend me detaje, ju kërkoj falje të gjithëve. Se duket si shumë diletante dhe shumë idiote kjo, kur përmend gjëra domethënë, po nuk i thua deri në fund. Duket sikur ja fut kot. Gjithsesi unë do ta them vetëm për kuriozitet, është duke filluar një çështje gjyqësore për një kompani të inteligjencë artificiale nga një eksperiment që është bërë në një nga universitetet e Zvicrës, është regjistruar gjithashtu si eksperiment, po pa vetdijen e atyre që kanë qenë ose le të themi pa vetdije direkte, e thënë kështu me moll, po gjithmonë me terms and conditions, domethënë. Dhe ky lloj modeli gjyqësor ka pasur vetëm një mision, dhe misioni është të ndrojë mendjen nga një gjë te një gjë tjetër. Qoftë nga pëlqen Mustafajin, pëlqej Bleonin, nga PDPS, nga Nike, Adidas apo Akullore apo çokolada. Okej. Ka qenë test, domethënë ka testuar për si të influencosh njerëzit që të bësh të zgjedhin literalisht gjën më të largët se ajo që ata donin në fillim fare. Ja kuptoj. Eksperimenti vet ka mbaruar. Eksperimenti ka qenë jashtëzakonisht suksesshëm. Ata ja kanë dalë në mënyrë perfekte, domethënë, për të bërë gjitha këto lloj gjëra, se tani po dalin disa dokumenta sepse dikush i kishte qenë atë grupin më përpara, domethënë normalisht siç ndodh gjithmonë, ka bërë një leak edhe ka nxjerrë informacionin që kështu bën filendi. Tashi, o vlla, kjo është alla Mengele, kupton? Erdhi vllai, është prap nga e para, domethënë është literalisht eksperiment njerëzor, se tani nuk duhet thjesht të hapin barkun dhe të shikojnë tëmthin që të quhesh eksperiment njerëzor, ti literalisht ai po punon me psiqikën tënde, me trurin tënd. Edhe shiko, Europa vërtet është për së prafti, dhe vërtet jemi për së prafti, plak të bësh një bibël me ligje pa pasur asnjë AI, do vërtet durim, po që në Iran edhe frika ruan vreshtin. Kur shikon këto raste kështu, domethënë është çmenduri fare. Domethënë ligjet që po bën Europa paraprakisht për AI, edhe pse nuk ka zhvilluar AI sipas teje, domethënë normalisht janë të nevojshme se ndonjëherë. Jo, nuk e di unë, nuk e thash unë. Unë nuk e di ta them. Nga ajo që the tani, domethënë, para shumë. Shiko, le ta shprehim ndryshe. Më mirë ligje pa AI se sa asnjëra nga të dyja. E kupton? Të paktën ke mirë. Po. E vërtet, përderisa jemi përdorues, po. Normalisht. Jo, unë bie dakord me ty, pothuajse 100% te pjesa, domethënë, është një çik së prapthit që ta bësh pothuajse të pamundur, është tregu i është i formuar në të lloj mënyrë që është thuajse i pamundur, domethënë, për diçka të krijuar në Europë. Në Europë tani ka filluar këto kompanitë e vogla AI, domethënë që secila merret me një gjë të vogël, siç po janë të ndarë në nishë të ndryshme ato. E njëjta gjë mos si me tregun e makinave, kur filluan BMW-at i prodhon Dacia në Bosnjë, filani në kështu, domethënë, me radhë kualiteti. Nuk diskutohet, si me gjitha të tjerat, po që
Unë kam një pyetje edhe pasaj më specifike, me por afrohemi dhe nga fundi tash, sepse këtë doja unë të që të se ne tani jemi në Buçi podcast, do i lidhim me një çik bisedat me njëra tjetrën. Ne kemi parasysh. Herën e fundit ne folëm çik për tregun e punës, për të rinj, për të frymëzuar. Po. Si do të zgjedhin, çfarë do të zgjedhin, pse do të bëhen developers, pse do të bëhen inxhinier kështu e ashtu domethënë. Herën e fundit frymëzuam, po këtë radhë do i frymëzojmë apo të i dekurajojmë. Po si seriozisht, shiko, merre nga ana ime valla. Se ti punon për ditë me të, po merre nga ana ime për shembull dëgjoj një në 4 podcaste domethënë apo në 5 podcaste që unë dëgjoj në të huaj, në një nga këto thuhet që profesione si koduesit për shembull nuk do të ekzistojnë më. Profesione si filani, fistoku nuk do të ekzistojnë më. Ose nëse do ekzistojnë, do kenë lek, ose ajo është tim përpara, domethënë që ai që e përdor e shkurton kohën e tij, rrit orën, domethënë që bie kërkesa, nuk duhen më 10 kodues, duhen 3 kodues që din të përdorin ChatGPT. Si është, çfarë është peci i fundit që mund t'i japim njerëzve, domethënë, që ku jemi? Ja vlen akoma të futesh në atë lloj biznesi, në atë lloj shkollimi apo me? Si fillim do them një gjë që domethënë qofse nuk e ke me pasion, mendoj që nuk e vlen. Qofse se le të themi që ai bumi i madh ku po merrnin goxha njerëz që vinin edhe nga dek të tjera, bënin 2-3 kurse programimi etj dhe futeshin programues, ai nuk është më ai bumi. A ka ra kërkesa për programues? Ka ra si në Shqipëri, ka ra dhe jashtë. Jo vetëm për shkak të AI-t, nisi me erdhi Eloni tek që bleu Twitterin, pushoi, nuk e di 80% kompanisë se sa. Twitteri funksionoi, domethënë pati pak vështirësi në fillim, po pastaj funksionoi normalisht. Edhe filluan edhe kompanitë nga jashtë fillon të reflektonin, okay, gjatë pandemisë morën, po çfarë duam gjithë të njerëz, a kupton? Ku kishte edhe njerëz që bënin video si e kalonin ditën duke punuar, edhe nga gjithë ajo video ajo punonte gjysore. Flinte gjumë në punë, hante, pinte kafe, gjysore këtej ande, bënte një meeting, edhe domethënë e nxjerrnin edhe veten që s'kishte punë. E normalisht Mirë, duhet të jesh një klasë tjetër budallaj që të bësh ato që domethënë, okay. Edhe filloi kjo vala e pushimeve. Tani me ardhjen e AI-t edhe përmirësimet e tjera, normalisht që do ndikojnë, nëse nuk ka ndikuar akoma te kompania për shembull, ku je duke punuar atje, normalisht do ndikoj. Kam përshtypjen do ketë edhe shkurtime, pasi për shembull një person realisht domethënë mund të bëj diçka, domethënë me shumë më pak kohë. Për shembull, nëse mua më është dashur që një task ta bëj për 8 orë, tani mund ta bëj për 4 me ndihmën e AI-t. Sepse le të themi që pjesën manuale ose punën manuale që ti thjesht e bën copy paste, ndryshon ca gjëra, ndryshon tekstin etj, atë mund ta bëj AI me një prompt, kupton? Edhe kështu, çfarë i bie? I bie që ai që është profesionist, ai që është goxha i mirë etj, ai mund të jetë më i sigurti. Juniorat që janë kryesisht më përpara bënin këto punët ose tasket e çik më të lehta që kishin bënë me këto që unë sapo thash që tani i bën AI me një prompt, do e kenë më të vështirë me gjithë punë, normalisht. Nëse flasim për Shqipëri, kjo dek ka marrë shumë popularitet, edhe normalisht janë rritur edhe shumë oferta, ndërkohë kërkesa ka ngelur ose e njëjtë ose ka rënë kërkesa për programues. Të paktën junior po, e sigurt që ka rënë. Edhe këto mund ta shohim edhe në vendet e punës ku për një aplikim junior mund kemi mbi 100 e sigurt, 200-300. Domethënë kjo ndodh brenda Shqipërisë, ku ti aplikon për një vend pune. Të lutem, do të pyes edhe një herë mbase nuk kuptova mirë. Okay. Po tani, në qoftë se dikush junior bën të zakonisht punën që sot i bën AI,
A do të thotë kjo që për një vit jo, mbase për 3-4 muaj apo 5 muaj kur mund të kenë përparuar akoma përpara që është literalisht e pamundur për një junior të marri të fillojë në punë se s'ka nga e merr atë informacion që AI e ka një sekond larg, domethënë që ai ose do futet të senior direkt vllai ose do futet fare. Tani se normalisht me zhvillimet e reja dalin edhe gjëra të reja. Tani ka dalë një term i ri që quhet vibe coder. Edhe Vibe coder. Po, edhe ç'a bën ky vibe coder? Ky merr chat GPT-n ose një AI tjetër, cloudin etj etj. Edhe thot, unë du të bëj këtë aplikacionin. Edhe i thot Claudi, do më thënë, ose chati, do bësh këtë folder, këshu ashtu, këtë i mani. Edhe kjo që bën, merr kodin, ose strukturën e fajleve, si që ja tregon AI, edhe e kalon tek projekti. Okej, si ta bëj rang këtë projektin, edhe thot bëj rang shu, etj etj. E paka shumë kjo që bën, normalisht ka pak logjik në trurin e vet, ose e din paka shumë si do funksionoj kjo aplikacioni, edhe merr kopi nga AI edhe vendos në projekte të tjera edhe krijon një produkt le të themi. Edhe ky quhet vibe coder që është një person që mund të kodoj duke përdorur AI-n, copy paste-in e tjera, por realisht ai nuk kupton se çfarë është bërë në atë kod. Kupton edhe në rastet ose ajo që pretendohet të ndodhi ose që presin të ndodhi për shembull mas një viti të kodeve ose mas 6 muajve të këtyre AI kodit është që ai kodi që AI e bën vet edhe përdor ky bëhet aq kompleks dhe aq i ngatëruar sa që të duhet tani një senior nga këta që e din ose nga këta old school që e din se ç'a bën ai kodi që rregulloj këtë gjën që ka bërë ky vibe coderi. Tani, për sa i përket juniorave, ajo që sugjerimi im ose këshilla ime është normalisht përdorini AI-n sepse do jetësh me hapin e kohës, por e rëndësishme është që kur e përdorni, përveç se ti kopjoni gjërat që ju jep AI, të lexoni edhe shpjegimet, sepse ai normalisht përveç kodit të shpjegon edhe pse përdoret, çfarë është, si është, ose të kërkoni best practices, kupton? Në mënyrë që të kuptosh se çfarë bëhet edhe të dish që në të ardhmen qofse të bësh një ndërhyrje, këtë edhe pa ndihmën e AI të dish se ku ta bësh. Për sa i përket tregut punës në Shqipëri tani, unë mendoj që është saturuar si treg, domethënë janë bërë shumë, sidomos studentat e ri, sidomos studenta që kanë nga 2 kurse, i kanë bërë nga 2 kurse mas universitetit, domethënë as ajo nuk pi më ujë le të themi. E para gjë që unë mendoj që ti jesh i punësueshëm si junior është që duhet ta kesh me pasion, në mënyrë që të përpiqesh pak më shumë se sa i tutorial, të përpiqesh pak më shumë se sa i kursit, të përpiqesh pak më shumë se sa informacionet që t'jep AI. Edhe së dyti të kesh ndërtuar diçka që është, le të themi, mund të jetë edhe gjysë e kopjuar, por të ketë firmën tënde. Kupton? Mos të shkosh të aplikosh thjesht me një diplom edhe me 2 kurse. Sepse edhe te kurset tani, mënyra ti mjafton të paraqitesh edhe do e marrësh atë certifikatën e kursit. Se nuk mendoj se ose janë tralla ato kurse le të themi, nëse janë fizikisht, kupton që ti shkon te qendra që ato e vrasin shumë mendjen nëse ti e kuptove ose dole shumë mirë nga ai kurs. Kështu që normalisht tani i bie që ata më të mirët ose ata që janë çik më nivel më i lartë programuesit, ato do kenë mundësi që të gjejnë vende pune. Ato që se deri tani mendoj që edhe
një nivel average ose mjafton të di 2-3 gjëra, edhe ai niveli mund ta shtynte etj, por mendoj që tani dhe në të ardhmen nuk do e shtyt dot ai nivel, por duhet të evolojë në mënyrë. Se si do evoloj, nuk e di, por që do me thënë, ai që e ndjen veten që është te ai lloj niveli, okay, duhet shofi të lëvizi. Është edhe një çik sindrom shqiptar është ka një paralelizëm jashtëzakonisht shumë romantik me bujqësinë. Kjo e gjithë pjesa e kodimit, se është diçka shumë tipike shqiptare. Po ta vësh re, domethënë që kur kemi hequr komunizmin, dolën atëre do i mbjellim gjitha fushat domate. Gjithë domate, domatja 100 lek, asnjëri s'e kënaqur. Pastaj e mbolli ky, ai që e mbolli presh, beri lek. Gjithë presh. Preshi, çmimi poshtë, asnjëri i kënaqur. Në vërtet. Të mbjellim ullin tash, vajti, mbarë atë vit që vajti vaj ullirit më lirë se sa vaj lule diellit, se literalisht kishin njerëz që kuptonin. Është shumë e rëndësishme që përmendëm përpara që do të bësh diçka vetëm nëse ke qejf, dhe unë i bëj thirrje të gjithë prindërve të rinj dhe të vjetër të largohen nga ato që ik atje se bën lek, ose ik atje sepse ka qenë filani gjyshi jot apo unë kam qenë kështu. Lëre të bëjnë çfarë dojnë, e kupton? Se para fare të futen, do vjen në një punë që do jenë, shiko, se nuk ka asnjë gjë të keqe më të thuash, por shumica të njerëzve nuk është janë punëtorë më të mirë, e kupton? Se që të kesh punëtor më të mirë në firmë, do të thënë që gjithë të tjerët nuk janë më të mirët. Kështu që shumica e punëtorëve ose të punësuarve, më falni, nuk janë punëtorë të punësuarit më të mirë. Kështu që është më mirë të zgjidhin diçka që duan se sa diçka që nuk duan. Ej, shiko, çuditërisht çdo gjë aty rrotullohet, domethënë. Me AI, pa AI, në çfarë lloj profesioni të jesh, domethënë aty rrotullohet. Nëse nuk e do atë që bën, të bëhet jeta mizerabël, ose ta vjedh AI. Po. AI mund vjedhë shumë gjëra tani. Po gjithsesi, besoj që edhe në të ardhmen, edhe tani do ketë edhe një fokus te profesionet që do kenë bëjnë pak më tepër me njerëzit, me shëndetin mendor etj, me organizimet, menaxhimin, sepse këto gjëra teknike, le të themi, ose punët mekanike do zëvendësohen, mendoj, me kalimin e kohës, mos 2-3 vite, 5 vite, mendoj që mund të kemi një super revolucion në tregun e punës. Edhe unë besoj do ndryshoj çdo gjë vëlla. Unë mendoj që the twilight is near, domethënë. Ti mendon për atë The Grand Reset që The Grand Reset po që thuhet që do ndodhi në 2025-ën. Shiko, ky është revolucioni i tretë ai 4 industrial, që nuk e dihet fikse se është e pamundur vëlla. Shiko, edhe në qoftë se çdo lloj gjëje do zhduket nga faqja e dheut ashtu siç e njohim ne, edhe shumica e tyre në mënyrë pozitive. Domethënë, unë mendoj që vetëm ato që janë literalisht tejet njerëzore janë të vetme profesione që do mbijetojnë. Edhe po të marrësh vetë për shembull të gjithë pjesën inxhinierike vëlla, në një zyrë që bën konstruktimin dhe bën për llogaritjen, mban një godinë apo jo, nëse kanë të punësuar 5 veta, një gjysmë veti do i duhet. Do i duhet vetëm një person të kontrollojë çka ka bërë AI, kupton? Ti edhe një sy bën sens apo jo kështu, afërsisht. As preciz jo, po afërsisht bën sens apo jo. Domethënë u zhduk gjithë zyra dhe ky personi me një AI të fuqishëm që paguan X euro në muaj mund të bëj çdo ditë të kontrollojë një projekt të ri. E kupton që ai ka mundësi virtualisht mesatarisht të prodhoj ose të korrigjoj ose të krijoj 22 projekte në muaj. E kupton plako ça lloj prodhimi është kjo për zyrën inxhinierike, është çmenduri. E kupton me një të punësuar. Domethënë janë kolosale fare të gjitha këto ndryshime që po marr. Ti personalisht a përdor AI në punë? Unë e përdor në mënyrë shumë bazike AI. Unë e përdor për korrigjim gramatikor dhe për politikë të brendshme. Unë e përdor vetëm për politikë të brendshme, domethënë 80%, duke i thënë që
Unë po I shkruaj Filanit një mesazh. Filani Po. ka haruar të bëj këtë gjën. Me Filanin unë kam marrëdhënien e mirë. Filani e lë literalisht Filan ose X, domethënë që Po. se e kam parë shpejt edhe më ka hyrë frika nga përmendja e emrave. Edhe them kam këtë marrëdhënie, nuk duhet ta prish, po duhet ja bëj të qartë që no good like this. E kupton? Edhe e formulon ajo në një mënyrë të tillë, domethënë që është pak passive aggressive, pak bitchy, e kupton? Po është sakt, pa sharp, pa ofenduar, vetëm të jetë komplet objektive. Edhe ka arritur në një pikë tash domethënë që unë thjesht shkruaj dy fjalitë e para dhe mbaron vetë. Po. Është unë për këtë e përdor shumicën e kohës. Kam provuar në fakt do sugjeroj gjithë ata që merren me menaxhim e drejtim projekte siç merrem unë. Domethënë nëse kërkojnë oferta për shkak ose krahasime produktesh, ChatGPT është goxha mirë, është shumë herë më mirë se sa Google, nuk diskutohet fare, pasi mund të ka kapacitetin të vë në tabela të gjitha Po. ato gjërat, po është edhe më i mirë se Groku apo këto të tjera, domethënë. Për këtë që bëj unë, ChatGPT-ja I kryeson gjithë, domethënë. Dhe ajo si e ka DeepSeek është Okej, e kemi, është aty. Nuk është se bën një të mirë. ChatGPT-ja për mendimin tim, ose nga që është kjo sindroma siç është me iPhone edhe me këto budalliqe të tjera, domethënë që e ke nisur me ata dhe me ata ngel, po vërtet ka një ndjesi sikur është vërtet më përpara se sa të tjerat. Nuk e di tash. Se sa e vërtet është. Po besoj përderisa është një nga më të mëdha, ndërmos më e madhja ku ka tym një gjë të fundit që e pash sot që kjo është për programuesit edhe zhvillimin e AI-t. Ne kemi disa toolse që quhen Copilot, domethënë që ai të ndihmon gjatë kohës që ti kodon. Edhe GitHub-i, që është një platformë ku ti mban kodin, tani me anë këtij Copilot ka krijuar disa spaces, kështu I quhen, ku sepse një nga problemet kryesore të AI-t është se ai e humbiste kontekstin e projektit edhe të logjikës, kupton? Edhe me anë të këtyre spaces që ai krijon për çdo projekt tani, nëse ti e ruan kodin aty, ai domethënë ka një informacion të përgjithshëm për këtë projektin, edhe nëse ti rikthesh mas 2-3 ditësh, domethënë po të njëjtës gjë, ai xha e di mënyra si është punuar në këtë projekt, e di strukturën e këtij projekti edhe do t'japi ty përgjigje që është custom për këtë projekt dhe jo një përgjigje të përgjithshme që mund ta jepte më përpara, edhe sado që ti I jepje kontekstin që I thonë, shiko se mua më duhet në këtë gjë kështu ashtu, sepse ka pas shumë raste që ti ja specifikoje, jepje detaje të tjera dhe ajo të thënte po të njëjtën përgjigje. Por me këtë veçori të re, le të themi që kanë nxjerrë ato, unë sot e lexova, është diçka e freskët, le të themi, edhe me këtë veçori të re që kanë nxjerrë ato do jetë shumë më e thjeshtë edhe shumë më e shpejtë që AI të kuptoj ty se çfarë do të bësh ti tek kodi jot. Domethënë që koha e bërjes punëve do zvogëlohet akoma më shumë edhe së dyti OpenAI ka nxjerrur edhe një agent tani kohë të fundit që mund të marrë një task, një feature apo bug nga fillimi deri në fund, ta zhvilloj atë, ta testoj edhe të ta bëj gati, le të themi. spektakël. Edhe ky agenti domethënë nuk ka fare nevojë për ndërhyrjen e programuesit, por mjafton një komand, le të themi, ose një prompt që dua këtë taskun me këto specifika etj. Edhe ai I bën ndryshimet vet, nuk është se të sugjeron bëj këtë ndryshim këtu etj. Ai merr kodin, ndërhyn kod edhe tash sa I suksesshëm do jetë ky agenti edhe sa do përdoret, pastaj është çështje tjetër. Plus ne në Shqipëri, duke qenë se jemi në Shqipëri ku ndonjëherë akoma janë gjërat me lapsa dhe me letër, mund të përfitojmë një çik që zhvillimi, le të themi,
do vi pak më vonë, po se sa më vonë, për shembull 6 muaj, 1 vit, 2 vit, Përfiton, po se unë nuk e maksimumi. shikoj si përfitim, e shikoj më shumë se si humbja ato, domethënë se gjithkohës të tjerë do jenë një hap përpara teje, sepse e kanë përdorur këtë gjë më përpara. Okej, po për le të themi atë punojësin mesatar që do të ruajë të vendin e punës edhe nuk do të shqetësohet shumë as për rritjen karrierë, as për ulje në karrierë, le të themi që kjo është një gjë e mirë. Jo, shiko, unë kam mendime të tjera për personat që nuk që duan të rinë në vend, po nejse, nuk do zgjerohemi atje. Shiko, do me thënë që të themi të drejtën, të themi atë që është. Ka disa për të mbaruar atë që parë, po unë e shikoj si great reset, po nuk e shikoj negative, shikoj në anë pozitive. Shumica e punëve që janë Gjermane ka një fjalë shumë të mirë që tingëllon beschäftigungsterapi, që do thotë terapi vetëm për të bërë diçka, vetëm për hatrin e të bëri diçka, jo për të nxjerrë një produkt, domethënë, vetëm të mbash veten të zënë. Edhe mamën është që gjitha këto punë do ikin. Çfarë janë ato, ku dëgjon? Vë këtë atje, formato këtë, bëj atë, këto janë idiotësira për shkakun që nuk do ekzistojnë më për një periudhë jashtëzakonisht shumë të afërt, por bile edhe një punë të vështira që një llogarie të një gradacele që e bënte dikush një xhaxhi në një blok edhe i duheshin literalisht 3 fletore për ta mbaruar. Domethënë, para shumë vitesh hyn programe e para, që të llogarisin ato, para një 10 vitesh këto programe morën dhe variablet e teja që për literalisht përdoreshin si lojra, domethënë shtypto e shikoje gjitha variantet e mundshme. Me AI-n ti vllai literalisht do i thosh që shtëpia ime duhet të ketë një sipërfaqe 80 metër katror, ku dëgjon 10 me 8, bëj e shtëpinë, bitch. Edhe do ta bëj me të gjitha brenda, sepse është shumë e prekshme inxhinieria, kupton? Të ndërtosh një godi nuk ka ndjenja. E ke parasysh, ajo tulla ose mban ose s'mban. Kështu që më hamendaj që një model i madh gjuhësor, domethënë sidomos nëse arrin të zhvillohet diçka në mënyrë mbar botërore vetëm specifikisht për të bërë këtë lloj pune, do jetë jashtëzakonisht shumë e suksesshme. Domethënë sepse tregu është atje dhe do shkurtoj ajkën e inxhinierisë. Ajo është akademikisht, duke e parë nga ana akademike, për shembull, gjithmonë ai ka studentëve, domethënë ka qenë ato që kanë qenë konstruktorët që bënin për llogaritje etj. Neve ishim si domethënë kështu ndërmjetësit, prandaj kemi ecur edhe në drejtim edhe menaxhim. Ne nuk jemi aq shumë të rrezikuar se ne kemi të bëjmë me njerëz. Ne kemi i fërkoj shpatllën njerit, fërkoj shpatllën, mbaj mirë me këtë, mbushja mendin atij të sjellë këtë, e ke parasysh? Kështu që deri aty akoma mbase do vi, po jo ai shpesa për ata të tjerët. Kurse këtyre të tjerëve po i troket dera kështu për ditë, domethënë. Ja vërtet. Po mendoj që do vi edhe një periudhë mas do ketë një përdorim shumë të madh, le të themi edhe këto proceset kreative, të logot, të marketingu etj, por kam përshtypjen që do vi një farë pike ku edhe do të ngopen njerëzit me AI, edhe do kërkojnë edhe gjëra origjinale, edhe mund të ketë edhe një tjetër, po se jemi njerëz në fundit. Një të paktën ke pjesa kreative, mendoj që mund të ketë një si tip të ngopje dhe pastaj do kërkojnë gjëra origjinale, kupton? Edhe këtë nuk ka rintar i prodhoj do të AI, se ne jemi idiota, do dalin si shumë është bio, si këto diamante që jo i dua diamante që ti ke nxjerrë sklavin në Afriku, nuk i dua nga këta të laboratorit, edhe pse janë identik në përmbajtje. Ta. Gjithsesi për ta përmbyllur, për sa i përket asaj pyetjes nëse duhet një ri sot të filloj apo jo për pjesën e kodimit etj. Mendoj që duhet ta mendoj mirë, ndoshta edhe të shohë edhe profesionet të cilët janë pak më praktike për momentin, edhe që ku ka dhe treg, ka dhe mungesë tregu, sepse realisht domethënë për sa i përket kodimit, Shqipëria është mbushur edhe është e mbushur domethënë. Po, është e mbushur. Edhe vetëm nëse je një i mirë, goxha i mirë, edhe e ke me pasion të madh.
Un kam arritur të kuptoj diçka kohë të fundit Mustafa, nuk e di nëse është gabim. Thjesht mendim domethënë, nuk mendoj që është i saktë apo i gabuar. Po sa më shumë kjo inteligjencë artificiale dhe përgjithsisht teknologjia, shikoj se teknologjia ka edhe një mënyrë se si ecën domethënë, ecën në mënyrë kështu. Mendoj që vetëm teknologjia e informacionit dhe telekomunikacionit ecën. Asnjë teknologji tjetër s'ka ecur përpara. Ne godinat i ndërtojmë njësoj, makinat i ndërtojmë njësoj, vetëm çka ka brenda makina ndryshon. Gjithkohës. Kështu që makinat kanë shku mbrapsh. Mos please, për herë tjetër atë. Po sa më shumë, domethënë që këto teknologjitë si aparatet celular, smartphone, laptop, tani me software nga më të ndryshme që janë të mbështetura dhe që do e kenë dhe built-in inteligjencën artificiale, sa më shumë këto ecin përpara. Në vend që është gjithmonë klishe që po se është jeta më e lehtë tash. Në fakt, duke parë në makro jeta është më e vështirë sepse ti përveç se konkuron me Mustafajin, tash konkuron dhe me ChatGPT. Kështu që ulet numri i punonjësve që duhen, por rritet kërkesa për cilësi. Duhen gjithmonë më pak punonjës, por më të mirë në cilësi. Kështu që jo domosdoshmërisht është, domethënë, po ta shikosh kështu nga lart fare, jo domosdoshmërisht është më e thjeshtë. Unë mendoj që po ka automatizime që ta bëjnë jetën më të bukur. Ka shumë gjëra që nuk janë shumë fan për të bërë gjatë punës, që mund t'i marri përsipër një model i tillë, po përgjithsisht domethënë të bën më të mirë, po të bën më të mirë me një kështu, me një bullying, me një dhunë, duke thënë që ose qëndro me kohën, ose harro në histori. Po. Ose hap fermën. Çfarë do bëjmë, seriozisht? Domethënë që literalisht vetmja mënyrë për të jetuar mirë është që të zhdukush fare, të marrësh një Nokia 3310, domethënë, një 300 kokë dele në tomor. Edhe jeton si princ, vete e di që zbret deri poshtë në Karkanjos apo ku çfarë fshati është atje, të shesësh gjumsin edhe ikën prapë sipër, s'ke të bësh me asnjë lloj personi. Ajo një zgjidhje është sepse Shqipëria ka nevojë shumë madhe, si për bujqësi ashtu edhe për blegëtëri. Kështu që plus ne programuesit gjithmonë mendojmë që ndaljen pension ne kemi kështu. E kemi në bujqësi ose blegëtori, domethënë e kam vërtetuar edhe me kolegë të tjerë që të gjithë kanë mendje që po sikur të marr ca dele, ca unë do paguaja 25.000 lekë të shifja live një software developer duke u përpjekur të mjeli lop më plak. Do ishte diçka shumë e bukur, sidomos ata që janë lindur dhe rritur në Tiranë ose në Durrës brenda, domethënë që e kuptoj që janë rritur në qytete, po. Bile, unë herën e fundit që kam qenë në Tiranë, takova edhe një person që s'kishte parë ndonjëherë lop live. Në Shqipëri, shqiptar, seriozisht. Nuk e di, domethënë, po shiste porta apo jo, po mua më duket se kishte seriozisht. Pak rëndësi ka, edhe nëse po talle, prapë e njëjta situatë të rishtë është për gjithsesi, nuk do e prishim, do e mbyllim me atë notën e bukur në fillim, që kemi nevojë për çdo lloj profesioni. Po. Siç e përmendëm në fillim fare, ju nëse keni dëshira që mbase Shqipëria nuk u plotson dot ose jeni të mendjes që nuk u plotson dot, mund të shkoni tek GDT Group Albania dhe bëni pap një dy muhabete aty, shihni çfarë mund bëhet, mbase mund ta gjeni edhe Shqipëri, mbase s'keni nevojë të ikni fare, kështu që unë personalisht gjithmonë jam ambasador i Shqipërisë, po që gjithë cili di vetë, ajo varet edhe nga qëllimet, nga mënyra e jetesës etj. Edhe pse është hipokrite edhe unë që jam jashtë ambasadori i Shqipërisë, jam domethënë unë bile i lutem njerëzve që me sa kanë mundësi, unë po them të rish pa bukë. Po nëse ndryshimi është 100 euro, mos plak. Ja. Kështu që mundohu domethënë që për aq kohë sa nuk sakrifikon shumë, domethënë të qëndrosh aty. Se nuk e di, në jashtë jo, refuzoj ta mbyllë notë negative. Mustafa, jo, nuk do ta mbaroj atë fjali.
Shumë faleminderit miku im që morë kohën nga mbrëmja jote për të biseduar me mua. Shpresoj të kemi thënë ndonjë gjë, edhe mund mos kemi thënë asgjë, po që shpresoj të kemi thënë ndonjë gjë të bukur se është një temë besoj që jam shumë i sigurt tashmë që nuk do jetë era e fundit që do bisedojmë së bashku, por edhe personat e tjerë për këtë, sepse me këtë ritëm që këto po ecin tashmë hamendja që episodi tjetër nuk do jetë as për një vit e gjysmë, por do jetë shumë herë më shpejt. Është eksponenciale kjo rritje. Do të bësh ndonjë episod me një AI që të ketë një edhe ta pyesësh si mendon për këtë, si mendon për atë etj, edhe ndoshta do dalë interesant. Po. Ideja është që kush do ma lexojë atë AI, se ai ChatGPT-ja nuk ka text to speech, por ka platforma tjera që edhe ta gjenerojnë videon live direkt, në mënyrë direkte etj. Po që ta jap si sugjerim edhe të shohësh si duket. Ndoshta do të na zëvendësosh edhe ne të ftuarit edhe të thuash, "Ça, s'ka kohë këtu, hajde se kam kë." Ç'është spektakli. Më bëj një software developer që është senior edhe do flasi për këtë. O precisisht në qoftë se njeh diçka të tillë, më sugjeroj diçka të tillë kur të bëj një politikan që nuk njeh. Besoj se do i digje fitilat asaj AI-t, po që gjithsesi do ta provojmë. Miku im, edhe një herë jashtëzakonisht shumë faleminderit. Njerëz të dashur, shumë faleminderit që ishit me ne të dy. Linqet si për Agility Group Albania dhe për Mustafaj i gjeni në përshkrimin e videos në YouTube, por edhe në përshkrimin e videos në Spotify. Patreon gjithsesi nuk diskutohet. Në Patreon ka dalën përpara se sa në platformat e tjera. Ju lutem like, share, comment. Bile Buçi Podcast përmendjani ChatGPT-s, le ta ketë ChatGPT-a si ide, çfarë është Buçi Podcast, mirë na bëhet. Shpërndajeni me miqtë tuaj. Sa nuk e kam marrë përsipër ChatGPT, akoma vlen referenca dhe llafi gojës, kështu që na supportoni për këtë pjesën. Deri një herë tjetër, shumë faleminderit dhe bashkë mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.